Mbi 1,5 miliard lekë dhe mbi 470.000 euro janë paguar nga disa kompani në llogaritë e kompanisë Isolation të Ergy Sagasit, përfshirë dhe gati 1 milion euro vera të shtrenjta. Pagesat janë bërë formalisht për shërbime të ndryshme, por siç rezulton nga hetimet, ato ishin në të vërtetë shpërblim i dhënë për fitimin e tendrave të akshit, pa lidhjeve të ngushta që Agasi kishte, sipas PAK me drejtoreshën e këtij institucioni, Mirlinda Karçanaj, ndërhequr pas marrjes së saj si e pandehur. Dosja e akshit është pasuruar në muajt shkurt të këtij viti me 4 emra të tjerë personash që janë përfshirë në listën e të hetuarve. Konkretisht, ish-drejtori Daniel Shima, Ariola Koromani, administratorja e kompanisë Soft Solution në pronësitë e Ermal Beqirit, krau të djathtë të Ergy Sagasit, si dhe Gentian Likaj dhe Mirton Suli. Përveç këtyre, edhe 7 kompani të lidhura me tendrat e akshit. Akuzat janë ato të shkeljes së barazisë në tendra, e kryer në formën e grupit të strukturuar kriminal dhe grupi strukturuar kriminal, kryerja e veprave penale nga organizata kriminale dhe grupi strukturuar kriminal. Për Andis Papën, pronari Festic SHPK dhe Gëzim Hoxhën i First SHPK, është shtuar akuza e shkeljes së barazisë në tendera. Hetimet e mëtejshme kanë bërë që më 16 prill, situata të rëndohet për Agasin, Beqirin, Papën, Hoxhën dhe Ariola Koromanin. Ndaj tyre është shtuar edhe vepra penale korrupsionit. Në ndryshime për të njëjtat vepra penale që i bashkangjiten akuzave ekzistuese, edhe Daniel Shima, ish-drejtori i akshit, dhe Mirlinda Karçanaj, ish-drejtuese e akshit, mbi të cilën tani rëndon edhe pastrimi i parave. Listës i është shtuar dhe një tjetër sipërmarrës, Elision Jorgjis i kompanisë Albaskan, i vënë po ashtu në hetim për korrupsion dhe pastrim parash. Sipas vendimit të gjykatës posaçme, i cili çoi në sekuestrimin 10 pasuritë të Agasit, Beqirit dhe pronarëve të disa kompanive të tjera të lidhura me procedurat e tenderave të agjencisë që drejtohej nga Karçanaj, në të paktën një rast të dokumentuar mbi 1,1 milion euro e dhënë pas kërcënimeve që Ermal Beqiri, pronari i kompanisë Soft Solution, krau i djathtë i Agasit, i bëri një shoqërie të përfshirë një garë të shumtë. Një faturë gjitur mbi disa arka druri, me shishe vere dhe shampanjë në garazhin e vilës tjetër të Agasit në Qerret të Durrësit, ka çuar hetuesit në zbulimin e furnizimeve të pijeve të shtrenjta, të cilat vinin në Shqipëri, të paktën në disa raste me postën e shpejtë të kushtueshme DHL. Kjo rrethan, sipas hetuesve, përputhet edhe me kontrollin e ushtruar në ambientet e Equus Resort, konkretisht në banesën e të hetuarit Ergy Sagasi, gjatë kontrollit të së cilës në ambientin e poshtëm të vilës u konstatua një numër i lartë pijesh alkolike, vere kuqe, të cilat i janë të ngjashme me ato të evidentuarat nga kçyrja e praktikave doganore për llogaritë të subjektit Fast and Fresh në pronësitë e shtetasit Andis Papa. Në të vërtetë, afro 600 shishe vera të shtrenjta që u gjetën në vilin e Agasit u zhduken pa lënë gjurmë, pasi prokurorët ja lanë për detyrë doganës që të bllokonte mallin i cili ishte pa pull fiskale. SPAK thotë se dyshimet për këto produkte janë paguar dhe porositur në llogaritë të hetuarit Ergy Sagasi janë konfirmuar edhe nga shpjegimet e hetimit ndaj Andis Papa, sipas të cilit verat e shtrenjta të importuara nga kompania e tij kryesisht kanë qenë porositë të shtetasit Ariola Koromani, administratore e Soft Solution në pronësitë e Ermal Beqirit.